imunitetin. Nëse sot dhe gjejmë veten të pas lodhje, plagështi, mundim, shumicën e raste pacientat ja lojnë fajin kohës, ndrej koha, u ftof koha, tash një lodhje e rvjeshta. Jo, edhe reumen, edhe lodhjen, edhe plagështin janë kryesisht si faktor e mineraleve dhe baza e krejt lodhjes duhet mas pari mu lumtu vitamina D. Këtë rast, lodhja, plagështia që përcjellet edhe me muskoj, edhe me probleme, edhe me lodhje psikologjike, edhe fizike, është si pasojë edhe mungesës magnezit. Kur të buhen këto dy mungesa bashk, kjo ka lënë diçka ma kronike edhe ma e madhe. Do të thonë, mos habitemi, nëse sot kemi lodhje plagështi, mundim për shkak të kohës, mos ja lënë fajin vjeshtës ose kohës. Është problemi të mungesa shumicën e rasteve. Fjala e magnezit edhe vitaminës D3. Kryesisht vitaminës D3 patjetër me po në bazë të analiza, po magnezi mujë me marrë edhe pa